Tani, në linjë direkt kemi kolegun tjetër, drejt për drejt nga Valencia, Artan Muhaxhiri. Mirëmëngjesi, Artan. Se dhe për ju në studio, gjithë shikuesët që po na ndjekin. Artan, po si na shkoi dita e tetë, më qenë se do të flasim rreth pjesëmarrjes në FIA Motorsport Games Valencia 2024. Mirë, ishte një ditë me shumë aktivitet, sepse në shumë pista i kishim të angazhuar të gjitha forcat dhe të gjitha ata që janë arsye për të qenë fokusi ynë gjatë këtyre lojrave. E them këtë sepse në njërën anë të qytetit e Valencias, në qendër të qytetit e Valencias, në muzeun e arteve dhe të shkencës, po zhvilloi gara e e-sports, atje ku Kosova përvacoi me 2 garuesit tanë. Dhe në anën tjetër, po ashtu ne i kishim shpresat që diçka do të arrinim edhe në garën e rrethit apo e pistës Ricardo Torno, që është dikur 25 km larg qendrës së Valencias, e ku e kishim Dion Kajtazin, që po shihni, i cili mori pjesë në drifting. Për herë të parë Kosova u prezantua në këtë disiplinë përmes driftingut, një bashkëdhetar i yni që jeton në Francë dhe i është bashkuar ekipit të Kosovës me një super makinë që po shihni. Performanca e Dionit gjatë ditës së djeshme në fazën e kualifikimeve ka qenë mirë mjaftueshëm në këto prova që të lë gjurmë dhe të synojnë ndoshta ditën e sotme ku do të jenë edhe kualifikimet zyrtare diçka më tepër mbase për të synuar që të hyjë në fillimisht në 16 që pastaj edhe më lart. Në anën tjetër, pamjet që po i shihni janë nga gara e autoslalomit ku me vetura elektrike u përvacuan Genc Macula dhe Dashuria Sefa, 2 garuesit të cilët ndoshta në prezantimin e tyre të parë, sidomos Genc Macula la gjurmë duke qenë në fillim të garës madje në pozitën e dytë, me njerë pas një prej garuesve nga Kroacia, por që me ardhin e favoritëve, Genci pastaj u zhvendos në pjesën e poshtme. Në anën tjetër, mungesa e përvojës, por edhe ethet me cilat përcjelli Dashuria Sefa këtë garë, ndoshta ndikuan në performancën e saj që ishte larg edhe pritjeve të saj, dhe kjo ndoshta në ditën e tretë të FIA Motorsport Games bëri që Kosova në përfundimisht të mbetet në larg 16 pozitave të para, të cilat garantonin shkuarjen në pjesën finale. Gjithsesi, kjo nuk e zbe as pak prezantimin e Kosovës, sepse lam prapa shumë vende të cilat janë me renome dhe me përvojë në këtë sport, përfshirë edhe vendet nga Ballkani, duke qenë Kosova një prej vendeve më të suksesshme në plasmanin e drejtashëm në autoslalom, por gjatë ditës së djeshme kemi mësuar që përveç garës së karting, në fakt, autoslalomit edhe të e-sport, tashmë shpresat tona do të varen krejtësisht të 2 disiplinat tjera, e që janë karting slalom dhe në garën e drifting. Dion Kajtazin sot, si tash, do ta shohim në garën e driftit me BMW-n e tij, pati një paraqitje fantastike dhe e shihni edhe kapelën mbrojtëse të tij me flamurin kombëtar, por edhe flamuri i Kosovës që dominon në pjesën kryesore të veturës së tij, kanë qenë lehtë të dukshme për të parë performancën e Dion Kajtazit, që vërtet pati një paraqitje të mirë. Marr parasysh që është hera e parë që në disiplinën e drifting marrim pjesë. Kjo e bëri edhe më interesante edhe garën, po në të njëjtën kohë edhe pritjet që ndoshta nga Dioni marr parasysh edhe formën me cilën u paraqit veturën, nivelin teknik dhe gjithçka tjetër, mbase janë pritjet të taj. Por më pa harruar që sot në karting slalom do ta kemi Rubina Krasniqin dhe Rion Tytënxhiun, 2 garues tjerë të cilët mbase do ta sjellin Kosovës një nga pozitat që i afron te podiumi. Pa dashur që t'i parashikojmë, sepse këto parashikimet din nganjëherë të shtojnë presionin edhe te garuesit dhe nuk e kemi këtë për qëllim, por ideja është që vërtet të shohim një përfaqësim dinjitoz. Rikujtojmë që Kosova po prezantohet me 7 garues në FIA Motorsport Games, që është gara më e madhe e autosportit në 26 disiplina që organizohet çdo 2 vjet. 2 vite më parë Kosova kishte debutuar në Marseille dhe tash në Valencia po lë gjurmë prap me vetëm garues që kishte qenë nga Marseja, që është Baran Karabek, i cili në garën e e-sports u prezantua së bashku edhe me Drilan Ametaj, që fatkeqësisht edhe ata nuk arritën të tregojnë diçka më tepër.
Partan, si pritet që të reflektojë edhe një garë e tillë pastaj në zhvillimit e automobilizmit në Kosovë? Patjetër, ne kemi parë edhe gjurmët që i ka lënë në autosportin e Kosovës në përgjithësi gara e Marsejes, pas se cilës garë më njerë Federata Autosporteve e Kosovës kishte marrë masat që të bënte një organizim të ngjajshëm atë Marsejes, nga pamet që jeni duke i parë dhe nga më herët që pamet dhe garën e autoslalomit dhe të karting slalomit, ata që kanë parë organizimin në Kosovë mund t'i bëjnë krahasimet dhe pa modesti po them që organizimet në Kosovë ka qenë të një niveli shumë të lartë. Këtu kishte shumë gjërat që për ne ishin të çuditshme, për shembull nuk kishte video review apo si VAR si njihet në gjuhën e futbollit, e që Kosova e ka. Mungonin gjëra tjera elementare, të cilat në një event të tillë mbase edhe nuk priteshim, por që Kosova vërtet ka arritur tiket duke pretenduar që të hyjë në hartë, të hyjë seriozisht dhe të bëjë përvacim dinjitoz në hartën e botërore të autosportit. Kjo është arritur dhe pas disiplinave tjera uroj që në të ardhmen të kemi edhe drifting të këtij niveli që e pamë edhe këtu, sepse drift është një tjetër disiplinë që zgjon edhe kurreshtjen, por edhe interesimin e garuesve, por edhe të tifozëve që e duan autosportin. Është një tjetër disiplinë që sjell adrenalin, por marr parasysh faktin që jemi duke folur për një prej sporteve që kërkojnë investimet më të mëdha. Atëherë këtu ndoshta duhet të synohet më tepër mbështetje apo edhe të kemi një tjetër injeksion për garuesit, klubet dhe për federatën, sepse dje për kuriozitet gjatë garës e drifting, makina në cilën performonte Dian Kajtazi, mësohet që gomat cilat përdoren për shkak të xhirove të shumta, tymi që krijohet, ato digjen dhe në secilin prej sesioneve provave bëhet fjalë për një investim rreth 2.000 eurosh për një sesion të prova. Prandaj kemi parasysh për çfarë niveli të investimeve jemi duke folur dhe këtë shembull e mora vetëm për një prej garuesve, një prej disiplinave. Gjithsesi po shihni një ushtri e tërë njerëzve nga Federata e Autosportit, nga garuesit, nga përcjellësit, të cilët kanë ardhur për t'i suportuar dhe secili prej sektoreve që është kujdesur për organizimin e garave edhe në Kosovë, këtë do ta marrë si model për të përmirësuar, për ta ngritur edhe nivelin në vendin tonë, me gjërat që neve na mungojnë, sepse ka çka të mësohet nga eventet të tilla, nga praktikat të cilat i përdorin edhe vende tjera të rajonit e Mëxherë. Artan, për gjithë adhuruesit e Motorsport Games, edhe njëherë deri kur do të vazhdoj gara? Po, garën do ta kemi deri ditën e nesërme. Nesër pra pritet të mbyllet, po për ne Kosovën sot mësohen të gjitha, sepse zyrtarisht gara mbyllet nesër me ceremoninë e mbylljes, por ne sot i kemi shpresat deri diku rreth orës 5 pasdite, në orën 17, pra pritet që të mësojmë fundin e performancës tre garuesve që thash i kemi në garë. Rubina Krasniqi e Rion Tytëngjiu në garën e karting slalomit, edhe në anën tjetër Dion Kajtazi që është në drifting. Këta tre garuesit janë të vetmit që kanë mbetur në garë nga 7 me cilët u prezantua Kosova, edhe në këtë aspekt kishte një rritje krahasuar me atë të para 2 viteve dhe një rritje edhe cilësore mund të them, sepse performanca e Kosovës vërtet ka qenë impresive për përvacimi, kanë qenë një rol model edhe për shumë shtete tjera. Ne kemi parasysh faktin që në disa prej disiplinave ne kemi lënë prapa polakët, slovakët, lituanezët, gjermanët, spanjollët, madje edhe si Niko Qirë, që nuk është pak, por synimet janë që nga viti në vit, nga edicioni në edicion, i kësaj gare të shënohet edhe rritje sa më e madhe në performancën e garuesve, në performancën teknike, në atë organizative, edhe të tjera që gjithë këto së bashku si mozaik do të kontribojnë së fundi edhe në organizimin dhe në nivelin e autosportit. Por gëzon fakti që autosporti nga dita në ditë po rritet në Kosovë, niveli me cilin jemi përfaqësuar vërtet ka qenë i lartë, pa dashur që t'i thurim lavde pa merit apo diçka të ngjashme, por vërtet e kanë merituar i madh dhe i vogël që është organizuar, që është kujdesur që të sjellë një grup të udhëhequr
nga presidenti i Federatës së Autosporteve të Kosovës, zoti Ismet Rexhepi. Uroj që edhe sot ta kemi ditën tonë, ta kemi një ditë me fat, sepse këtu në Valencia ne në fakt jemi diku 115 kilometra larg shtekut ku bëhen garat. Moti nuk është që na ka favorizuar ditëve të fundit, ka dominuar në këto 4-5 ditë e para prej arritjes sonë Moti Vranet dhe Meshi, që her pas here ka interferuar edhe në performancën e garuesve edhe në vetë zhvillimin e garës në përgjithësi. Por uroj që sot kemi fat, sepse është parashikuar që pas ditën ta kemi me rreshje të vogla, po që janë mjaftueshëm për ta penguar një garë kaq specifike siç është gara e autosportit. Artan, të falemderit shumë për këtë paraqitjen tënde, drejt për drejt nga Valencia. Shumë suksese dhe ekipit tonë. Falemderit edhe juve, një ditë të mbarë dhe uroj që edhe shikuesit e RTK-s të e shijojnë festivalin natën e fundit të festivalit sonte dhe nesër me një speciale do të vim nga Valencia në emisionin qendror të sportit AS. Suksese, Artan. Falemderit shumë.